Voi avete visitato tutto quello che abbiamo realizzato in questo periodo, praticamente tutto quello che avete visto è stato realizzato in meno di un anno. Io non ho avuto purtroppo tempo come commissario straordinario, questi giochi avrebbero dovuto iniziarli 7 anni fa e purtroppo abbiamo iniziato, io come commissario straordinario ho iniziato i progetti 2 anni fa e poi dopo i progetti i bandi e quindi sono iniziati i lavori che oggi sono a buon punto. Non posso che non essere ottimista anch'io, solo con l'ottimismo e con la determinazione si può tentare di centrare l'obiettivo per quello che stiamo realizzando. Është humbur shumë kohë, ndoshta në perceptimin si shtet dhe si organizator që s'kemi organizuar ndonjëherë lojë mesatare, por duke parë që Italia, kur kemi qenë në fund të nëntorit në asamblen e përgjithshme të ICMG-s dhe prezentimi i shtetit italian, e kom pa që nuk jemi shumë vonë, për shkak që Italia kishte filluar nëntor që bjen para 4-5 muajve dikun ka vera, me shumicën e investimeve kapitale në Itali. Në rastin tonë, është mirë që është fillu, për shkak që me i parapri dhe mos më pas probleme në, sidomos në investime, për shkak që marrin shumë kohë. In Oran, they were good games, and Taranto, I'm sure, will be good games, although there is still a lot that needs to be decided with regards to Taranto. I think a lesson to be learned is not to leave it too late, as what happened in Italy. I mean, if you start early enough, you can make sure that everything will be prepared in time and will be fit for purpose. Per quanto riguarda questo ritardo, sicuramente io la sento la pressione, molto, e chiaramente la trasmetto alle imprese che stanno lavorando. È una pressione che chiaramente ci fa lavorare giorno e notte, che non ci fa dormire perché il 21 agosto è circa a 200 giorni e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme con le imprese che stanno lavorando su 41 impianti per centrare l'obiettivo. Quello più complicato, perché ha molti lavori di impiantistica, è quello delle piscine olimpiche. E quello più grande è quello dello stadio Iacovone, Erasmo Iacovone. Sono entrambi progetti importanti, uno è da circa 45 milioni di euro, l'altro supera i 70 milioni di euro. E quindi potete immaginare realizzarli in 18 mesi sarà una grande sfida. Ideja gjatë kësaj periudhe është që të analizohet edhe çështja e sporteve ku sportet të cilat kanë përparësi, e përmende karaten që para 2-3 muajve fituam edhe medalje botërore në kampionatin botëror, si dhe të gjitha sportet që edhe orientimi, do më thonë financimi, mbështetja për ngritjen e nivelit të orientohet në cilat sporte mund të kemi sukses dhe në cilat sporte nuk është suksesim ose shansa më e vogël që të fitojë medalje. Ky projekti supersportisti pikërisht në fokus se ka ngritjen e disa sporteve që ndoshta është mundësia ose potenciali fëmijëve tanë me bo rezultate. Synim kanë qenë lojrat olimpike, po më duket ty e pa Gjudon, ajo pritshmëria dhe standardi i pritshmërive o shku pak ma nelt se realiteti i gjendjes të sporteve të ndryshme në Kosovë. Tash në takimet e fundit, me qenë se jënë pjesë e ati komisionit në qatë projekt, janë shku ka lojrat mesdhetare. Kështu që ne kemi një projekt që ka fillu tash e një vit me trenerat huj, po të them drejtën që jam i kënaqur me ato që ka kemi prit. Unë si trener e di që një vit është pak. Po tash i kemi në parim 5 vite. Nuk i kemi as 6 ma deri në lojrat mesdhetare. Për 5 vjet, po duhet me pas një qendër nacionale ku mbledhen talenta që se kem. Në asë një sport se kem, përveç judës.
Tash, na e kem provu me trenerat sporteve ndryshme, ka qenë një projekt pak ma ndryshe, tash e kemi jep një ide me ndryshu pak konceptin, pikrisht me e bo qashtu, që qaj trener me punu me talentat e krejt klubeve, po hosim ka pak në pengesa pe i trenerave personal. Arsyeja është se zakonisht thojnë, unë kom punu me të dhe tash po ma merë kë. Dishka që shteti ishdesht me te i kalu në kinë o komunizm, kinë s'u gjë më ndodha jo. Do më thonë të na duhet mas pari federatat me ndërtu një strategji me bashkë me trenerat, unë po mendoj që edhe trenerat duhet me qenë pjesë që ati projekti, që qaj treneri i mirë me eduku edhe trenerat edhe sportistat njëkosisht. S'ka nevoj treneri huj me i ull një sportistit mrapa në karrik për mu identifiku me ta. Ato shteti e pagun, a i ka me punu me pare. Këta tjertë let janë që aty, let e japin kontributin. Jemi të punu në që drejtim edhe fokus i kem pikrisht lojrat mesdhetare, sa kemi arrit qëllimin, nuk e di. Buxhetet e Kosovës janë më elitare se ato të Shqipërisë. Përveç të buxhetet e qeverisë, po dhe buxhete që keni një ligj të mirë sponsorizimi. Ne tani do të krijojmë një ligj sponsorizimi, kemi gati ligjin e basave dhe mendoj që shumë shpejt dhe buxhetet e sportit shqiptar do jenë buxhete elitare si ato të Kosovës dhe ne duke pasur buxhete se sporti nuk bëhet me urdhrin e shenjtë, nuk bëhet me një trëndlapse. Sporti kërkon buxhete, sportistët kanë shpenzime, sportistët elitar sakrifikojnë jetën e tyre që stërviten 2 dhe 3 herë në ditë dhe ata janë imazhi më i mirë. Prandaj ne kemi vëmendje, kemi bërë një ligj të mirë për gradat që sportistët ku kemi përfshirë dhe 3 xhutistet tona janë bërë ushtarake me ligjin që ne kemi bërë dhe Shqipërisë nuk i largohen më sportistë për të garuar për vende të tjera, por garojnë me dignitet për vendin e tyre, sepse ligji shqiptar që kemi bërë në e-sportit është një nga ligjet më të mira në botë. Marrin shpërblime në 150 milion lek që i bie $150,000 për medaljen lojrat olimpike, $100,000 për medaljen lojrat botërore, nga vendi i parë deri në vend 8 në lojrat olimpike, nga vendi i parë në vend 8 në lojrat botërore, në kampionatet botërore nga vendi i parë deri në vend 6 kampionatet europiane, ka shpërblim nga vendi i parë deri në vend 3 në lojrat mesdhetare dhe kampion Ballkani dhe kampion Shqipëria. Është një nga ligjet më të mira ligji shqiptar për të marrë shembull dhe Kosova për ta implementuar këtë. Dhe mendoj që dhe me rritjen e buxheteve, përveç rritjen e shpërblimeve e ligjin e gradave, ne kemi mundësi që të krijojmë elitën e sportit në 4 vitet e ardhshme, duke rritur buxhetet, duke krijuar ekipe sportive në shkolla. Për lojra mesdhetare në mënyrë specifike mu përgatit, ne kem pak problem në qatë pjesë se cikli olimpik është 4 vjeçar dhe çdo garë në ciklin 4 vjeçar olimpik i atribohet lojra olimpike. Çdo trener serioz ato e ka parasysh prej vitit parë, 2, 3 edhe vitit final olimpik. Na mundohem gjithmonë me pas një rrugtim të trasum e garat evropiani botërori, lojrat mesdhetare, por edhe garat tjera kualifikuese të kupave botërore, Grand Prix, Grand Slam që janë judo, e kanë vendin në qatë rrugtim. Kështu që unë të them drejten, për lojra mesdhetare përgatitje tona bazohen sikur mu përgatit për një garë të nivelit Grand Prix, Grand Slam, ndoshta as jo sa për një evropiane botëror. Edhe për garat këtij niveli na e kemi një lloj metodologjie, ndoshta ja bëjmë një blok final 2 ose 3 mujor që ja atribojmë 100% lojrave mesdhetare, por jo më shumë. Parafërsisht përgatitem sikur për një kampionat evropian. Pa prish punë diçka në ciklin olimpik, se si vjet lojrat mesdhetare janë pikërisht kur fillon edhe cikli olimpik, do të thotë kur fillojnë 2 vjet e fundit të kualifikimit olimpik. Mentalisht përgatitemi jashtëzakonisht shumë për rëndësinë e garës, edhe pikrisht ato që e the që është garë shumë sportive, edhe që vëmendja është gjithmonë më e madhe, se nuk jemi vetëm ne ekipi judos, po janë atje nuk e di saktësisht tash sa sporte, mos të flas me numra se muj me gabu. Është një garë e bukur, është një garë që test sikur me qenë olimpiad, është fshati olimpik, është që ajo atmosfera e tillë edhe në një farë forme neve na shërben kogja shumë edhe në qatë kuptim,
që mësohesh me qenë me shumë sporte, me qenë me delegacion shumë më të madh, sepse në lojra mesdhetare nuk ka as normë. Do më thonë, herën e kaluar nëse s'gaboj kemi qenë një numër kogja i madh i sportistave në Algjeri, shumë më i madh se herën e parë në Tarragona të Spanjës, kështu që kjo e bën të rëndësishme garën. Pallati i Rinisë është një nga prioritetet dhe ngjarjet dhe objektet më qendrore të lojrave mesdhetare. Gjithashtu stadiumi i atletikës, gjithashtu duhet të ndërtohet qendra akvatikës, gjithashtu renovimi i palestrave të cilat janë ndërtuar në vitin 79 gjatë Jugosllavisë për organizimin e kampionatit botëror në handball për femra. Absolutisht do të kemi nevojë për infrastrukturë të re. Këtu prioritet është qendra akvatike, siç e përmenda. Definitivisht do të kemi nevojë për disa palestra multisportive për sportet të cilat do të organizohen, qendra e shejtarisë, qendra e shigjetarisë. Në përjashtim të qendrës akvatike, të gjitha të tjerat janë në proces. Tashmë ka nisë hartimi i 2 projekteve të renovimit, edhe i Pallatit Rinisë, edhe i qendrës së studentëve që shndrohet në fshatin mesdhetar, ndërsa me infrastrukturën e futbollit dhe të palestrave të mbyllura tashmë kemi avancuar shumë. Deri në fund të vitit ardhshëm përfundon pjesa dërmuese e stadiumeve dhe e palestrave dhe shumë shpejt natyrisht nis edhe ndërtimi i qendrës nacionale të judos, është ndërtimi kompleksit të madh, sepse peja do t'jetë një koqire e judos. Qendra nacionale e judos e ka të i kalu planin e infrastrukturës sa i përket veç lojrave mesdhetare, do më thonë çdo gjë rreth tenderimit ka përfundu, kështu që punët kanë me fillu mrena çështje diç, ndoshta as javësh. Kështu që në qatë aspekt na jemi, më thonë, të privilegjuar për shkak se kjo është para pa të jetë pjesë e projektit Kosova Shteti Judos. Kështu që në qëtë pjesë na jemi ndoshta pak më të privilegjuar, se ajo veç ka përfundu çdo procedurë dhe ajo si vjet ka me hecë me punë, kështu që kemi me qenë në kohë për lojrat mesdhetare, me siguri ka më përfundu edhe më herët. E dyta, prapë si pjesë e projektit Kosova Shteti Judos, i kemi të parapame në 7 qendra regionale të Kosovës, me u ndërtu palestra të vogla për sportin e judos në Mitrovica dhe Ferizaj janë t'u përfundu, janë t'i punu me vlog. Kështu që në qëtë aspekt na jemi një hap, ndoshta para sporteve tjera, ndoshta jo para futbollit, po para sporteve tjera me siguri fal një projektit, një vizionit të mirë të ministrit ose ish ministrit Qeku, që e ka shty që të pjesë, edhe kjo normalisht që ka me e pru masovitetin. Qendra studentëve, bashkë me 9
palesat e sallave të shkollave fillore, palesën e Fakultetit të Edukimit Fizik, është duke u përgatit skematika dhe projektin do ta kemi në muajin qershor, ku është një bashkëpunim mes qeverisë dhe ADF-s franceze, ku ata janë duke punuar në këtë drejtim. Në njëjtën kohë me Bankën Evropiane për Investime për pallatin e Lenis. Pra, këto dy projekte do të kemi të gatshme dikun ka mesi i këtij viti. Pra, ka muaj qershor korrekt do të shpallat edhe tenderi për dy këto projekte, të cilat janë konsiderojmë që janë projektet më të mëdha që edhe investimet më të mëdha që do të bëhen këto dy faza. Ministria e Kulturës ka arritur në bashkëpunim me Bankën Evropiane për një kredi për 50 milion. A janë të mjaftueshme apo jo, kjo do shihet pas përfundimit të projektit dhe procedurave të prokurimit të cilat do të vinë ndërkohë. Ideja është që ky kompleks që ka qenë dikur të kthehet në gjendjen që ka qenë, do të thonë, të revitalizohet, të rigjenerohet me të gjitha premisat, duke fillu edhe ato sallat e ndryshme të sporteve poshtë, edhe salla e madhe cila është e djegur tash 20 vite dhe mendoj që kemi obligim ne si shoqëri edhe njerëz të këtij vendit që SPAK-u ta kthejmë në atë gjendje e cila ka qenë dikur. Po sa i përket projektit, besoj që brenda 6 muaj, një vit do të më u kry. Edhe do të thonë brenda këtij vitit, edhe nëse jemi që nga 2027 hymë në renovim të pallatu, mendoj që më shumë se 2 vite nuk ka nevojë me zgjat kjo, pasi që dihet që tërë ky kompleks me 50.000 metra katror dikur nga kompania që ka qenë Rami Sadiko, do të thonë punëtor që kanë qenë të këtij qyteti, të këtij vendit, me kontributet të qytetarëve të Prishtinës, kanë arritur për 4 vite me bë këtë pallat në vitin 1980, e tash 2026 nuk ka arsye me zgjat më shumë se 2 vite renovim komplet. Fillimisht ideja ka qenë që përveç që bëjmë stadiumin nacional, ai përdoret për 2 ceremonit, të hapjes dhe të mbylljes. Dhe në këtë kuptim është ofruar edhe ajo shifer aty, mirë po ceremonia e hapjes është një diskutim i veçantë që ndodh viteve në vijim, në bashkëpunim edhe me ICMZ. Sepse aty që kemi thënë është një lloj propozimi se ku duhet të mbahet, po jo detajet e organizimit. Ne mund të vijmë edhe me ide shumë kreative se si mund të bëjmë hapjen. Kujtoni lojrat e fundit olimpike në Paris, një hapje ketë ndryshe prej që shemi mësuar ndoshta me i pa brenda stadiumeve ose në një lokacion fix të hapjes. Kështu që duhet të jemi e para kreativ dhe dyta, gjithçka që është pjesë e bidding bookut, natyrisht në parim me justifikime të qëndrueshme, mund të rinegociohet, mund të ridiskutohet me ICMZ-n dhe me Komitetin Organizativ të Lojrave. Në këtë kuptim unë nuk shoh që kjo do të jetë një pengesë shumë e madhe, sepse besoj shumë që duhet të jemi racional. Kur po them racional, është pasi që ne i plotësojmë të gjitha nevojat me infrastrukturë futbolli, me investime që aktualisht janë duke ndodhur, mbase nuk kemi nevojë domosdoshmërisht me lidh ndërtimin e stadiumit nacional me lojrat mesatare. Ne faktikisht e kemi masterplanin për fshatin olimpik, i cili tashmë është i gatshëm për me hyrë në fazën tjetër, pra në dizajn e detale, derisa një pjesë në arenën multifunksionale faktikisht kemi vazhduar edhe me dizajn detaj, po tash i kemi përgatitur konkurse ndërkombëtare edhe për stadium edhe për pjesë të tjera
të masterplanit të cilin e kemi përgadit në Bërnic. Nuk ishte dash diçka me qenë e kontestueshme, po them për arsye se ne këtë plan e kemi për Prishtinën, për kryeqytetin. Ky plan edhe këto funksione, këto ndërtesa, këto arena, na duhen për qytetarët e kryeqytetit, do të thonë na duhen faktikisht edhe për krejt Kosovën, për tej lojrave mesatare. A nëse komuna ka para, mundet me shtyp Bërnicën, edhe nëse qeveria ka para, mundet me shtyp këtë tjerë? Fillimisht besoj që edhe diskutimet që nga njëherë janë me mos pajtime, nuk kanë qenë në frymën, si më thënë, që dikush ka qenë kundër lojrave ose ka pas një motiv tjetër në raport me organizimin e lojrave mesatare. Leana është pjesën e përdorimit për çështjet konsumit, kështu të brendshëm editor politik, mendoj që betejat kanë qenë kryesisht se si me realizu mas miri këtë plan që kemi përpara. Ne çka kemi insistuar që te infrastruktura sportive nuk mund dalim shumë jashtë planit që kemi dorëzuar me bidding book, sepse çdo ndryshim duhet të arsyetohet dhe të negociohet paraprakisht. Kur komunat, sepse nuk është vetëm një komunë, kanë plane të tjera, duhet të mendojmë se si mund të akomodohet kjo brenda planit dhe negocimin për të ndryshuar plan. Për ndryshe, ato janë projekte të tjera, të veçanta, për cilat si qeveri mund të zotohemi që t'i financojmë. Prishtina është kryeqytet i një shteti, Prishtina është kryeqytet i Kosovës. Prishtina sot nuk ka hapësira, nuk ka asnjë arenë e cila mundet për shembull me organizu lojra ndërkombëtare, pra World Championships, kampionate botërore. Domethënë ka vështirë sepse ka mungesë të infrastrukturës. Neve vetëm për këtë fakt duhet me ndërtu fshatin olimpik. Ose po e thrasim qysh të kemi qef, që po janë gjesi me emrin ndryshe. Po e bojmë, po janë gjesi me emrin qysh të pajtohemi. Edhe kjo na mundson pastaj me majt World Tournaments, pra turnamente botërore në secilin sport. Dhe kjo është ajo arritja jonë më e madhe që kishte me qenë si shoqëri, sepse në kryeqytet të një shteti krijojmë hapësina për të ardhmen, pra për cilat masanej kanë impakt super pozitiv në ekonominë, në zhvillimin e ekonomisë. Pse? Se tash vetëm për lojra mediterane kemi për shembull më shumë se 4.000 atlet, 5.000 atlet që do të vinë këtu. E këta atlet i kanë ka 3-4 familjar apo ekipe tjera, pra një 30-40.000 vet vinë si rezultat i lojrave mesatare. Sado që ne paguajmë, kthimi është i shumë fish më i madh. Edhe në aspektin të drejt për drejt ekonomik financiar, pra kemi tash gastronomi, restoranet, eventet, hotelet. Stadiumi nacional duhet mu bo dhe duhet mu ndërtu, sepse e kërkon vetë mosa e lojra mesatare. Thot ki jetë shumë sportist, po nuk është problemit e sportist, se hajde dyqysh kemi me sistemu. Po tani sa ke shikus, thot sa kanë me bërë vizitor, turist, që gjithë kanë me dëshiru me pas një bilet për me pa hapjen e lojra mesatare, sepse është me vërtet interesant ajo. Unë e kom përjetu. Edhe popullet vetë mrena, kanë me bërë luft për me marrë me bleni bilet edhe me shku me pa hapjen e lojra mesatare. Kështu që një stadium nacional absolutikisht, unë mendoj që duhet, edhe me vetë faktin që edhe Federata e Futbollit ka nevojë për ta. Po edhe lojrat mesatare nuk bëhet pa pas një stadium tillë, një hapje tillë, hapje madhështore, se na kemi premtuar edhe ai mëgjisi, lojrat më të bukura njëherë në histori do t'i organizoj edhe do t'i bëj Kosova. Por nëse është investim që duhet me u bë vetëm për hapje dhe mbyllje të lojrave mesatare, dhe sikur në disa shtete që kanë organizuar ngjarje të mëdha sportive që pas lojrave mesatare janë shkatruar ato objekte, atëherë na po mendoj që se kemi që të drejt që të bëhet një investim i tillë, kushtimisht të drejt. Pra, nëse analiza që do të na përcaktoj pas një kohë shumë të shkurt, që çështja e mirëmbajtjes do të jetë e menaxhueshme, pastaj konsideroj që do të investohet edhe do të ndërtohet stadiumi kombëtar që realisht Ministria ka në plan buxhetit edhe për 2026. It is a complicated task to adapt the needs and the regulations of the games with the needs of the hosting city, as well as to preserve the legacy for the country in terms of sport development and infrastructure.
It is obvious that Mediterranean Games are an extremely useful instrument to the national authorities in order to prepare the future of sport in the country for the next 2 decades. It's up to them to decide how they will invest in sport. In any case, we are here to transfer our knowledge, to support the operations, to help them to avoid additional and not necessary costs in order to deliver successful games. Çështja e stadiumit nacional është i parapo edhe në liber të kandidimit. Është parapo edhe në buxhetin e këtij viti, i cili shumë shpejt presim që të aprovohet në parlament. Është çështje e diskutimeve edhe me komunitetin e futbollit, për shkak se njëjtë sikur qendra akuatike, aq sa vlen shuma e investimit, kosto sa do të jetë, shumë fishma e madhe është kosto e mirëmbajtjes së asaj stadiumi. Me ligjin e ri të sportit e kemi parapo që të nxjerrët akti veçantë për mirëmbajtjen e objekteve sportive, në këta stadiume sportive. Jemi duke punuar në atë drejtim që të përfundojmë aktin që bëron nga ligji për sport, që të përcaktohet edhe ai titullari që ka me qenë pjesë ose me mirëmbajt stadiumin, që mos të vjen drejt të shkatrrimit që ka ardhur para disa vite në stadiumin Mitrovic. Pra, stadiumi nacional, përveç që është i nevojshëm, duhet të jetë edhe analizë saktë që mirëmbajtja vjetore sa do të kushtoj, kush e merr atë përgjegjësinë. E kemi rastin të stadiumi i Prishtinës. Fadil Vohri, komuna e Prishtinës ja ka dhënë menaxhim Federatës së Futbollit. Për shkak që s'ka mujt me mirëmbajt edhe me qenë funksional. Pra, a kemi kapacitete për mirëmbajtje stadiumit nacional? Sa është ajo kosto, kush e merr atë përgjegjësi, do ta përcaktoj edhe akti i cili së shpejti do të jetë edhe dëgjim publik edhe do të finalizohet. Shteti do të ndërtojë edhe mekanizma për mirëmbajtjen e objekteve sportive, që ndoshta është sfidë që ka me na përcjell mbas lojrave mesdhetare, ashtu siç i përcjell shtete shumë të fuqishme mbas lojrave olimpike, për mos më na mbet gërmadha, për mungesë të mirëmbajtjes që ka një kosto shumë interesant edhe goxha të madhe, diçka që gjithmonë në takime me zyrtarët ministrisë unë e potencoj sepse e di çka ka ndodhur në shumë shtete, edhe nuk kisha pas dëshirë që pas lojrave mesdhetare ato objekte sportive, infrastruktura sportive të mbesin gërmadha, pa mirëmbajtje duhur, sepse atëherë faktikisht kemi investuar në diçka që është përdorur një herë dhe më nuk e kryen misionin e vet. Per quanto riguarda gli atleti, stiamo realizzando il nostro villaggio mediterraneo nelle navi e quindi in questo momento c'è una gara con 10 compagnie per tentare di ottenere, di avere a brevissimo, perché non c'è più tempo, 2 grandi navi per 5.000 atleti da attraccare qui a Taranto, nella base navale della Marina, per avere una sicurezza maggiore, dare un servizio maggiore agli atleti. Quindi 2 grandi navi, adesso vedremo chi vincerà la gara. Është një marrëveshje tashmë që ka nis fazën e parë të realizimit, që fillimisht ka të bëjë me një grant për përgatitjen e dokumentacionit teknik dhe projektit për shëndrimin e qendrës studentëve, pra konviktet, menza, salla nitatori dhe 11 sallat e edukatës fizike të shkollave në zonën përreth, në fshatin mesdhetar. Kjo, në momentin që përfundon projekti, shndrohet në marrëveshje të kredis
mes qeverisë së Kosovës dhe agjencisë franceze për zhvillim, dhe vlera e përllogaritur e kredis tashmë është rreth 70 milion euro. Me këtë, ne rrisim kapacitetin akomodues në qendrën e studentëve. Me këtë, i rinovojmë hapësirat ekzistuese aty, përfshi dhe sallën njëtëtori dhe sallat e edukatës fizike të shkollave. Shtojmë facilitetet të reja brenda qendrës së studentëve, pra shndrojmë ato në një qendër moderne, ku akomodohen sportistët për lojrat mesatare, por pas përfundimit lojrave, ajo hapësin vazhdon me i shërby studentëve të Kosovës. Ideja e organizimit të lojrave mesatare ndoshta është ide për te organizimit të lojrave mesatare. Pra, në synin ose qasjen e institucioneve, qeverisë, ideja ka qenë që të investohet, të mbetet trashëgimi dhe në shfrytëzim pas lojrave mesatare, si për organizim të ngjarjeve të tjera ndërkombëtare sportive, si për qendrën e studentëve ku do të akomodohen studentë, si për pallatin e Rinisë është shumë e nevojshme investimin në pallatin e Rinisë. Kjo ka qenë ideja fillestare. Normal që buxheti, qeveria nuk ka buxhetin total për investime. Pra, me ADF-n do të jetë kredi, e cila do të jetë vlera rreth 70 milion ku edhe parashtrihet investimet në qendrën e studentëve, palestra, në palestrën e sallës e Fakultetit të Kulturës Fizike, mezën e studentëve dhe qendrën sportive njëtëtori. Patjetër që do të jetë kredi, patjetër që do të ratifikohet në kuvend. Po mendoj pasi që është interes për te sportit në këtë rast, për shkak që do të mbesin investime edhe për të ardhmen dhe po mendoj që njerë për gjithmonë ndoshta nuk do të flasim më për investime cilat do të jenë që janë të domosdoshme edhe në këtë ditën e sotme, po që normal që edhe për lojra mesatare dhe pas lojrave mesatare. Protokolli i sigurisë është protokoll i veçantë, shumë i rëndësishëm me këtij organizimi. Bile kisha më thonë për ka hierarki është gati se më i rëndësishme si protokoll, sepse nuk guxojmë me leju me ndodh ndonjë çështje, ndonjë ekces, ndonjë problem që pastaj i vendos hijet keqe gjithë organizimit dhe shtetit të Kosovës. Për këtë arsye, të paktën 7 ose 8 ministra në fazën e aplikimit kanë dorëzu zëtim me shkrim që do të jenë pjesë e organizimit. Pra po flasim për Ministrisë së Jashtme që lehtëson ardhjen deri te Ministria e Brendshme që ofron sigurinë e plot ministritë të tjera nga infrastruktura rrugore deri te sporti. Lojrat mesatare kërkojnë mobilizim i të gjitha instancave shtetërore. Pra, nuk kam parë deri tash lojra olimpike apo lojra evropiane pa mobilizim të ushtrisë, policisë, shërbimeve sekrete, të gjitha instancave të cilët punojnë për të ruajtur integritetin dhe sigurinë dhe të gjitha format e antiterrorizmit në një shtet. Pra, që janë të vendosur në qendër të qytetit të shosi përparësi, sepse jemi një popull mikpric dhe jemi një popull i cili do të krijonte një eksperiencë të jashtëzakonshme për gjithë ato shtete që do të vishin dhe u mendoj që ato shtete të cilët nuk do të pranojnë Kosovën deri 2030, ndoshta pas lojrave mesatare do të kenë mundësi të lobojnë për Kosovën, sepse do të shohin një shtet i cili është me të vërtetë i hapur për të gjithë, është një shtet me një mikpritje të jashtëzakonshme dhe mendoj që Kosova ka çka të tregojë dhe çka të ofrojë të gjitha shteteve të cilët janë pjesë e lojrave mesatare. Në këtë kuptim, mendoj që do të jemi shumë të kujdesshëm edhe me një plan të mobilitetit, sepse janë rregullat e përcaktuara të një minutazhe se për sa kohë një sportist do të mri në vendin ku është ose stërvitja ose loja nga fshati mesatar. Në këtë kuptim, nuk mjafton vetëm me i përfundu rrugët që janë tashmë duke u ndërtu, autostradat e rrugët rajonale, por na vjen edhe një flot e autobusëve dhe mjeteve të tjera që do të transportojnë sportistët dhe ky është një plan i veçantë që duhet të jetë pjesë tash edhe master planit për lojrat mesatare.
Normal trafikun të cilin e kemi ende problem. E dini me siguri që qysh tash para 4 vitesh, projekti i parë, një ndër projektet para që ne kemi shtyr për para ka qenë Unaza Kryeqytetit. Edhe Unaza Kryeqytetit është projekt madhor, më i rëndësishëm për Kryeqytetin edhe për gjithë Kosovën. Pse për gjithë Kosovën? Se Kryeqyteti është motori i ekonomisë, i zhvillimit ekonomik të krejt vendit. 29.8% të buxhetit paguhet prej qytetarëve dhe bizneseve të cilat jetojnë edhe veprojnë në kryeqytet. Si e tillë, Unaza ka qenë edhe mbetet determinuese për zhvillim të më të qeshëm, të mirëfillt edhe për një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët, jo vetëm të Prishtinës, por të gjithë Kosovës. Edhe këtë e kam thënë para 4 vitesh, këtë e kanë thënë edhe kundër kandidati im gjatë këtyne garave që kemi bo, këtë e ka thonë edhe kryeministri, mjaft blokadave që 4 vjetë, do më thoni ka folë vetës, mjaft blokadave që 4 vjetë, tash bëni herë si të fitojmë na mas 3 mujve do të fillojmë ndërtimin e Unazës të Kryeqytetit. Hajde kryeministër, ose kushdo që kryeministër, të fillojmë ndërtimin e Unazës të Kryeqytetit, sepse ajo është, po them, për gjithë Kosovën, për gjithë vendin tonë. Nuk është e imja, nuk është e jotja, nuk është e ati, është e jona, e të gjithëve, po ecim përpara. Infrastruktura sportive është shumë e nevojshme për qytetarët tonë, për rinin tonë. Edhe kostaja kur nuk është e shtrejt, kur në bazë të sportistat që do të ushtojnë ato paletat që do të ndërtohen, atëherë në këtë mënyrë do të kemi një popull të shëndetshëm. Edhe ku ka më mirë me investu se në shëndet. Për me investu në shëndet, më mirë të investojmë sport e të kursojmë shëndetin, sepse sporti na bën të shëndetshëm, e bën një sport të edukuar, të disciplinuar, edhe ne kemi nevojë që sa më shumë të kemi vende ku të rinjia jonë të kemi mundësi të shfrytëzojnë për aktivitete sportive. Ndoshta pse jo në për qytetet vogla apo në për edhe fshatra pse jo, të kenë salla sportive, edhe ne si Komiteti Olimpik Kosovë të angazhohemi që në çdo cep të Kosovës, në çdo vend, në çdo fshat, çdo mundemi me ndiku përmes Akademisë Olimpike, Lëvizjes Olimpike që të frymëzojmë ata fëmijë, atë rini, atë popullat që janë të mirët me sport. Se duke u marrë me sport, ai edhe edukohet, edhe bëhet i shëndetshëm, edhe kemi një rinj të shëndetshëm, edhe një popull në fund të shëndetshëm. Kjo ndoshta lyp kohë, por në fund vjen deri te ajo që e kërkojmë ne si shtet, e pse jo mos të investohet në sport. Unë nuk besoj që ka investim më të mirë, më të qelluar se në sport. Parandalimi më i madh i smundjeve është sporti. Kështu investojmë në parandalim smundjes, jo të investojmë në smundje të shërojmë njerëz. Lojrat mesatare janë para së gjithash shërbim ndaj qytetarëve të Kosovës. Trive tonë, sportistëve tonë, sportistëve tona, dhe dyta, unë besoj shumë në këtë që këta e quajnë plani i legacy, çka mbetet pas, çka ndodh pas. Propozimi im, i yni i përbashkët, është në planin ton post 2030, ne të punojmë me federatat sportive të Kosovës, dhe ajo punë të fillojnë nga tash, që se cila federat, sepse do të kemi infrastrukturë të mirë, të sjellë sa më shumë ngjarje sportive ndërkombëtare në Kosovë. Nuk ka nevojë të gjitha të jenë multisportive, do të jenë ngjarje sportive në sporte përkatëse, por me një infrastrukturë të tillë ne mund të jemi organizatorë shumë ngjarjeve, përfshi edhe asaj që Shqipëria bëri me Serbinë. Spanja zgjedh një qytet vogël, pikërisht për më jap impuls ndërtimit infrastrukturës, edhe njëjtë edhe Algjeria investojnë, po, qindra miliona, ndoshta edhe miliarda euro në infrastrukturë për me ndërtu, domethënë bazën kryesore që është për zhvillimin e sportit, e përveç kësaj, impuls tjetër është që mobilizohen federatat, trajnerat, sportistat, me jep më të mirën e mundshme para spektatorëve tonë, edhe normalisht kjo patjetër që ka me pas impakt jashtëzakonisht pozitive, edhe në imazhin e shtetit Kosovës, dihet që një ngjarje e madhe sportive i kthen syt e botës në Kosovë. Besomni që fillimisht kur na kemi filluar me dalë në ngjarje të mëdha, aq shumë pyetje
me thonë, pa lidhje në kuptimin geografik, kemi pas për sportista ndryshëm se ku gjendet Kosova, sa që ndonjëherë na ka shkaktu që të bojmë edhe humor me njerëz ku kanë mendu që është Kosova, atje në Rusia, në Azia, idenë se kanë pas, tash është krejt një pamje tjetër, 5 medalet olimpike, por edhe shumë medale tjera, ja ka njep Kosovës një pamje tjetër. Këta njerëz që din me i matë këto ndërtimin e imazhit mbas fitoreve të lojrave olimpike, për shembull të Majlindës, Distrisë Norës, ma vonë edhe të Parizit, do të thotë Olimpiadën e kalume, e din saktësisht se në vlera monetare çka do të thonë një medale e artë olimpike për PR-in e një shtetit, çfarë është Kosova, një shtet i cili përballet gjithmonë me shumë armiq për me zhbo shtetin e Kosovës, për me ndërtu një narrativ që shteti Kosovës është jo funksional, që s'mundet me mbjetu, e gjana tilla që na hasim edhe në ditën e sotme, non-stop prej shumë shteteve jo njohse mos të marmike të Kosovës, kështu që sporti mund të them lirisht që ka qenë bajraktar, flamurtar, i të arriturave flamurtar, se sa shumë e kemi meritu lirin, se sa shumë këta fëmijë tanë të ndërtuar në Kosovë me mund dhe sakrificë, kanë ditë me i prek majat botërore, evropiane, e mos flasim sa ka vlerë një medalë olimpike, kështu që gjitha këto që ka i potencova, lojrat mesdhetare i kanë të gjitha në një, më thonë. Prej aspektit sportiv e mas shumëti imazhi shtetit. From my experience, every city has its own particularities. It's a different story, is a different spirit to deliver the games, is a different legislation, different culture. North, south, east, west is a completely different mission for us. I truly believe, and not because we are here now, I truly believe that we are on track. We have time to deliver special and unforgettable games. Manifesta Bienale po e marrë ndoshta si një projekt i përbashkët që ka bërë edhe kryeqyteti së bashku me Ministrinë e Kulturës, ku e kemi kalkulu që për çdo 1 euro që kemi investu, i kemi pas të kthyme 4 euro e gjys. Pra investimi në art, në kulturë, në sport, nuk është harxhim, është investim në të ardhmen e shoqërisë tonë. Prandaj a na dalin 250 milion, nuk duhet me na dalë 250 milion, duhet me investu më shumë. Po a janë të bollshme për me qenë një koqir të lojrave mesdhetare të vitit 2030? Absolutisht po. Më thonë është buxhet ashtu streamlined, është edhe pse 250 milion që i vitit 2023 nuk është i njëjtë me të vitit 2025 e 2030, pra duhet me shiku edhe këtë aspekt. Po prapë se prapë, po them është një shumë e cila kthehet shumë fish si rezultat. Prandaj gjithsesi që ne duhet me investu. The whole scope of the games is to make sure that there is a legacy, and a legacy that is sustainable, because it's no point in building a stadium that will not be used. So they are looking at each and every sport. During this visit we have agreed on the core sports, and now together with those sports they have to submit a proposal where each sport will be held, whether anything needs to be built, whether anything needs to be refurbished, and to ensure that each stadium or whatever they intend to build is sustainable. Iniziate presto, non perdete un attimo di tempo, perché tutto quello che perderete di tempo automaticamente creerà problemi e criticità alla fine e rischiate di non fare i migliori giochi in assoluto. Perché guadagnare del tempo e compensarlo e recuperarlo alla fine vuol dire veramente lavorare in modo anomalo, eccezionale, e non vi do assolutamente, io spero che a voi non accada quello che è accaduto in Italia, dove l'abbiamo dovuta prendere, e tutto questo l'abbiamo dovuto fare negli ultimi 2 anni. È vero, stiamo lavorando tantissimo, ma stiamo stressando tutti, perché non si può lavorare tante ore al giorno per realizzare tutto questo, e quindi il mio consiglio, ma so che già state lavorando su questo, e iniziate presto, iniziate a collaborare da subito con tutte le pubbliche amministrazioni,
nei giochi del Mediterraneo e in questi eventi così importanti non esistono colori politici, ma tutti, dico tutti, devono collaborare, lavorare e remare nella stessa direzione. Solo senza scontri, solo senza protagonismi inutili questo si può fare, quindi il mio consiglio è: siate uniti e iniziate presto.